cikël vicioz. Zoti Mema, Amerika e Ëndrave tani është një vend ku refugjatët vriten në trenin rrugës për në shtëpi dhe ku është bërë e frikshme të bërtasësh idetë tua në publik sepse vritesh. Vrasja e Charlie Kirk e tregoi këtë. Si është mbërritur deri këtu? Atëherë, është së pari situata është një situatë tragjike do të thoya unë në aspektin njerëzor, në aspekt shoqëror dhe politik. Pra nuk ka pavarësisht se në cilën anë je, ajo që ndodhi javën e kaluar është diçka me vërtet tragjike. Unë kam pasur mundësinë me studentë e mi të flasim se jam në Idaho, jo shumë larg nga Utah, 3 orë larg nga ngjarja. Në fakt, shtëpia e prindërve të vrasësit të Charlie Kirk është pikërisht një rrugë pas vjerrit dhe vjerrës time. Kemi qenë të lagje, që lagje normale, është një lagje pa shqetësime, një lagje e qetë. Të mendosh që pikërisht në mes të kësaj qetësie të krijohen dhe të dalin monstra të kësaj natyre, të cilët pastaj për shkak të fjalës së shprehur, të fjalës që dikush nxjerr, për shkak të diçkaje që kush beson ose deklaron, të vrasësh pastaj një individ, është me të vërtetë tragjike, do të thoya është edhe ndoshta është vrasje vetë demokracisë amerikane. Tani, ndoshta do të thënë gjithashtu dhe theksuar atë që Mark Twain ka të kaluar, që vdekja ime është e egzageruar, ose lajmi mbi vdekjen time është egzageruar, do të thoya që lajmi mbi vdekjen e demokracisë dhe lirisë së fjalës së bashkuar gjithashtu është e egzageruar. Është e vërtetë që kemi pasur një rritje të dhunës politike në vitin e kaluar, unë mendoj që kjo ka në fakt pothuajse 20 vite që në Shtetet Bashkuara ka qenë në rritje. Mbaj mend në vitin 2010 u largova nga Washington DC-ja pikërisht sepse pash një lloj tensionimi të situatës, edhe thjesht nuk ishte në kënaqësi të jetoje më në mes atij ambienti. Do me thënë dhuna është e përqendruar më shumë në Washington, aty ku është edhe kupola e pushtetit. Jo, nuk është kjo. Jo, unë flas për vendin tim se ishte në mes, nuk ishte as dhuna në 2010, ishte më shumë retorika politike, polarizimi politik, edhe me qenë se Washington DC është kryeqyteti dhe vendi ku qeveria federale sundon sigurisht ishte ballë me të pothuajse çdo ditë, edhe ishte problematike në aspektin e nervozmia, në një farë mënyrë nuk do të merresha me të. Por kjo lloj tensionimi, polarizimi politik tashmë ka filluar të shpaloset edhe në formë dhune, sikurse edhe ju dhe inserin tuaj e deklaruat. Por do të theksoj gjithashtu që përtej këtyre gjërave, 99% të rasteve, 99% të njerëzve ose më shumë janë paqësor, diskutimet janë paqësore dhe mirëkuptimi ekziston. Kështu që mos të egzagjerojmë në një farë mënyre elementet kriminale që ekzistojnë si brenda politikës dhe jashtë politikës amerikane, por gjithmonë duke pasur parasysh që demokracia nuk forcohet në vetvete përmjet çdo akti që ne marrim për ta mbështetur atë. Pavarësisht se ju po thoni që janë raste sporadike dhe nuk duhet të përgjithësohen, kemi parë një shtim të rasteve të krimeve me motive politike. Çfarë ka ndikuar dhe cilat kanë qenë faktorët në opinionin tuaj? Një për faktorëve kryesor ka qenë sigurisht çështja e mediave sociale, ku edhe kjo është e lidhur pastaj në zhvillimet e fundit në teknologji me inteligjencë artificiale, ku është shumë e lehtë edhe për të krijuar fotografi të falsifikuara ose video të falsifikuara ose para regjistrimit të falsifikuara, por edhe shpërndarja në masë, në mënyrë të përshpejtuar të lajmeve edhe të mirë informuara, por edhe keq informuara. Edhe të dyja këto, në një studim që unë kam bërë para një viti, në fakt, ka një impakt shumë interesant. Nuk çon në ndryshimin e mendjes së një individi nga njëra anë në anën tjetër, por në fakt në përforcimin e mendimeve paraprake që ai individ kishte. Pra, ajo që po ndodh në vitet e fundit është jo vetëm polarizim që pastaj çon një ndarje midis individëve dhe grupeve